Nëse gjithçka është në rregull, ashtu siç po pretendon zoti Roma, pse nuk po i hapni dosje? Se asamblesë tonë të cilët e kanë dorëzuar kallëzimin penal, tashmë janë ftuar nga prokuroria. Çlirim Gërbeshi është interesuar dje, derisa na jemi këtu, asamblesja Berita Abazi është duke dhënë intervistën e saj. Konferencë kemi thirrur lidhje me zhvillimet e fundit në kryeqytet, që kanë bëjnë me çështjen e legalizimeve të palegjshme, që kanë rrjedhur si rezultat i disa publikimeve që kanë dalë në media të shefit kabinetit të kryetarit Përparim Rama. Në datën 3 gusht, në përputhje me ligjin për çastën e dokumenteve publike, kemi kërkuar zyrtarisht nga Komuna e Prishtinës 4 dosje të plota të legalizimit për 4 raste konkrete që përmenden në mesazhet e publikuara. Një ditë pas afatit ligjor për përgjigje dhe vetëm pas reagimit tonë që kemi bërë në rrjetet sociale, komuna na është përgjigjur. I kemi kërkuar dosjet, por komuna nuk na i ka dhënë. Në vend të tyre na janë dorëzuar 4 certifikata të legalizimit, pa dokumentacionin përcjellës dhe pa materialet bazë mbi të cilat janë marrë ato vendime. Pra, ne i kërkuam dosjet, ata na dhanë certifikatat. Kjo është edhe më shqetësuese kur ligji përcakton se baza e të dhënave të legalizimit është publike dhe se publiku ka të drejtë qasje në të. Për këtë çështje tashmë jemi drejtuar me ankesë Agjencionit për Informim dhe Privatësi, kemi një pyetje konkrete për Përparim Ramën dhe qeverisin e tij në kryeqytet. Nëse gjithçka është në rregull, ashtu siç po pretendon zoti Roma, pse nuk po i hapni dosjet? Nëse legalizimet janë bërë sipas ligjit dhe nëse dokumentacioni është i rregull, lutem ta publikoni të njëjtën. Sepse ato që na kanë dorëzuar, certifikata, tregon se objekti është legalizuar. Dosja na tregon se si është legalizuar. Pra, certifikata e tregon rezultatin, ose ne jemi të interesuar ta dimë procesin dhe procedurën. Këtë e mësojmë vetëm kur t'i kemi dosjet. Në ato komunikime, Florent Maliqi thotë se Përparim Rama dëshiron ta emërojë shef të kabinetit. Më vonë edhe kjo ndodhi. Florent Maliqi emërohet shef i kabinetit Përparim Ramës. Florent Maliqi nuk ka qenë dhe nuk është një zyrtar i thjeshtë i komunës së Prishtinës. Ai ka mbajtur 2 prej pozitave kryesore të qytetit. Shef ose drejtori i urbanizmit dhe ushtrues detyre i drejtorit katastrit. Më vonë është emëruar edhe një pozitë tjetër. E ka emëruar Përparim Rama, shef i kabinetit Përparim Ramës. Dhe ne e dimë se shefi i kabinetit është një prej njerëzve më të afërt dhe më të besuar. Prandaj Përparim Rama, kryetari i Prishtinës, nuk mund të sillet sikur kjo çështje nuk ka lidhje me të. Këta janë njerëzit që ai ka zgjedhur. Se asamblesë tonë të cilët e kanë dorëzuar kallëzimin penal, tashmë janë ftuar nga prokuroria. Çlirim Gërbeshi është interesuar dje, derisa na jemi këtu, asamblesja Berita Abazi është duke dhënë intervistën e saj.